Në qendër të Pekinit, në Wangfu, një zonë pedonale, gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje në këtë qytet është pastërtia. Është e paparë, shifeni çik. Rruga është në pastërti absolute, nuk gjen asnjë letër të hedhur në rrugë, edhe gjethet e pemëve që bjen moment pas momenti i mbledhin. Shifeni si ku e ka koshin atje tutje me të gjithë pajisjet përfshirë edhe leckën për të larë si kur t'jesh në shtëpi. Shifeni pastërtinë e rrugës. Asnjë letër në një vend me 30 milion banor gati. Edhe po të vështren, nuk po flas për gjelbërimin për lulet, por pastërtia është spektakolare. Shifeni këtu, jam në një kryqëzim, kalojnë me mija njerëz, për të mos thënë miliona në ditë, dhe nuk ka asnjë lloj pa pastërtie. Shifeni, flas të gjesh një letër, se pastaj ja dhe koshat, pak më tutje ishte ai, ky tjetri për më pak se 100 metra janë 3 sisteme koshash. Tani që pyeta më thanë që kanë vendosur rregulla shumë forta pas Covidit dhe nuk ka më, domethënë është e pamundur të ndotër sepse ha gjoba shumë dha. Shifeni çfarë bukurie edhe çfarë pastërtie që ka e gjitha.